ndonjëherë krijojmë raporte shumë të mira ndërmjet vetes si besimtar. Mirë po, jemi disi të rezervuar edhe nuk e aplikojmë, si me thani, një lloj drejtësie edhe për atë që nuk ndon pikpamjet me ne. Çfarë nuk kupton ky relacion me tjetrin? Çfarë nuk kupton drejtësia në këtë kuptim? Mendoj që raportet ndërnjerëzore duhet me qenë ngritne fillimisht mbi drejtësinë, edhe drejtësia është ai minimumi në cilin nuk guxojna me ranën të. Edhe i Madhi Zot në Kur'an thot: Inna Allaha ya'muru bil adl. Allahu urdhon për drejtësi. Nuk është drejtësia çështje alternative ose çështje që na e zgjedhëm apo dojna apo dojna, është urdhër, është imperativ për të Madhit Zot që duhet me qenë drejt. Edhe qenurit drejt duhet me qenë drejt me gjithë njerëzit, pa marrë parasysh bindje, pa pikpamje të tij, edhe pa marrë parasysh fenë e tij. Sot që edhe pejgamberi a.s. Këto raste janë përmendur edhe në Kur'an, po edhe në jetën e pejgamberit a.s. ka pas rast kur një qifuti ka dashur me akuzu në kohën e pejgamberit a.s. që ai ka bën një vjedhje, pejgamberi a.s. e ka mbrojt qifutën dhe thuhet që është bërë sebeb kjo ngjarje ose kjo drejtësi që ka tregu pejgamberi a.s. karshiti, pse nuk ka qenë i besimit islam, ka bërë që ai me pranu islamin ose më bë musliman. Dhe për shembull kemi edhe rastin kur Egjiptin e sotëm kur e ka shliru Amr ibn al-As, saqë thuhet djali i tij e ka gara me një kopt egjiptian, ka kaluat egjiptianin, edhe ai kopti është godit prej djalit Amr ibn al-Asit që ka qenë guvernatori i Egjiptit, edhe ky ka kërku se ka dëgjuar që Hazreti Omeri ka qenë udhëheqës i muslimanëve në atë kohë, ka shkuar anku tek Hazreti Omeri, thotë që djali i guvernatorit të Egjiptit ka godit se unë kam kalu kësaj, saqë thuhet e ka ftu Hazreti Omeri babën e tij edhe thuhet e ka godit. Edhe ai ka thonë, çka ka mëne, në formë nëse ka bë gabimin e ka bë djali im, ky thot përmes teje ky e ka godit. Do thotë ky forcën për me godit ose për me mos me marrë drejtësi e ka gjetë tek pushteti yt. Edhe e thot një fjalë, mendoj që duhet më shkruaj me fjalë tarta, i thot Hazreti Omeri, i thot prej kur keni fillu me robëru njerëzit, e ata i kanë lind nanat e tyne të lirë. Do thotë çdo njeri lind i lirë, kush je ti për me privu dikan pilirije ose me robënu ose me trajtu si skllav ose të ngjashme.